Një 43 vjeçar nga Kosova është arrestuar nga policia e Tiranës pasi u kap duke transportuar sasi të konsiderueshme lëndë narkotike. Shtetasi Libiran Çollaku u ndalua në pikën e quajtur Ura e Stafukës në fshatin Larushk të Fushkrujës teksa lëvizte me një automjet tip Skoda. Gjatë kontrollit të ushtruar mbi automjet, efektivët zbuluan disa pako të fshehura në bagazhin e makinës brenda 2 çantave të mëdha. Pesha totale lëndës narkotike të gjetur ishte 23 kg e 65 gram kanabis, e cila sipas dyshimeve të para ishte përgatitur për të trafikuar drejt Kosovës. Policia sqaron se Çollaku ishte vënë prej kohësh në vëzhgim pasi dyshohej se ishte i përfshirë në transportin e drogës nga zona të ndryshme të vendit drejt kufirit. Informacionet e mbledhura në rrugë operative quan në organizimin e operacionit të koduar Transporter, i cili u finalizua me arrestimin e tij dhe sekuestrimin e drogës. Efektivët e komisariatit të policisë Kruj në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të Tiranës bllokuan automjetin dhe shoqëruan 43 vjeçarin për në komisariat. Bashkë me lëndën narkotike u sekuestrua edhe automjeti me të cilin dyshohet se do të kryej transporti. Ndaj të arrestuarit pritet të vijojnë veprimet proceduriale, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë për hetime të mëtejshme. Policia bën me dije se po vijon puna për zbardhjen e plotë të aktivitetit kriminal, identifikimin e rrjetit të mundshëm të bashkëpunëtorëve dhe mënyrën e organizimit të trafikut.